Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliqi, ka reaguar lidhur me arrestimin e Elio Lazes, të cilin e quajti gazetar Gjobaxhi, dhe mbi mënyrën se si disa media përhapin akuza të pavërteta. Këlliqi tha se portalet periferike janë mishërimi i gjobvënies dhe i killerave mediatik, duke përmendur se ato përdoren për të shantazhuar, vendosur gjoba dhe për të goditur imazhin e individëve publik. Ai kritikoi mënyrën se si mediat e financuara nga qeveria vazhdojnë të përhapin lajme të veme edhe kur një person është arrestuar në flagrancë për gjobvënie dhe kanosje, siç ishte rasti i Lazes. Këlliqi shpjegoi: "Është një çmenduri që jetojmë në një vend ku është kaq e lehtë të konstatosh mënyrën se si funksionojnë mediat. Pavarësisht hetimeve serioze nga Prokuroria e Tiranës dhe operacionit policor, disa portale vazhdojnë të shpifin, duke i shërbyer interesave të qeverisë dhe duke mbrojtur korrupsionin." Deputeti përmendi gjithashtu rastet e mëparshme, duke përfshirë Carlo Borinon si shembuj të medias që merren me shpifje dhe gjobvënie. Ai u shpreh se ky fenomen shkakton dëm të madh për reputacionin e politikanëve dhe figurave publike, duke u bërë një mjet për shantazhe dhe manipulim. Deputeti deklaroi se do të ndjek deri në fund të gjitha rastet e këtij lloji dhe se qëllimi i tij është të nxjerrë të vërtetën për rastet e gjobvënies mediatike, duke denoncuar praktikat e portaleve që funksionojnë si mjete për interesat e njerëzve të fuqishëm dhe të burgosur për korrupsion. Ai përfundoi duke theksuar se duhet një reflektim i gjerë për dëmet që i shkaktohen individëve nga shpifjet dhe linçimet mediatike, të cilat janë bërë të përhapura dhe të rrezikshme në Shqipëri.